Mos i neglizhoni, ja shenjat që tregojnë nëse po hani shumë bukë. Edhe pse është një ushqim i domosdoshëm, duhet jeni të arsyeshëm me bukën, ndonjëherë e shijshme, buka mund të ndikojë negativisht në shëndetin e organizmit nëse merret në sasi të mëdha. Nëse e teproni me këtë ushqim, ekziston mundësia që të përjetoni disa nga simptomat siç janë probleme me tretjen. Nëse jeni alergjik ndaj glutenit dhe nuk jeni të vetëdijshëm për këtë, shpesh mund të ndjeheni më të fryrë gjithashtu edhe kur keni këto komplikacione. Ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër fryrjeve të barkut, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Mund të ndjeni shpesh edhe ndjenjën e urinimit të tepërt. Ekspertët thonë se personat të cilët mund të kenë më shumë probleme të tjera, mund të kenë edhe për shkak të konsumit të tepërt të bukës. Konsumi me tepritës i bukës mund të nxjisë urinimin dhe gjithashtu edhe problemet e puçërave në fytyrë.